Dogana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka nisur zbatimin e tarifës doganore prej 10% për importet që vijnë nga njësër vendesh të botës, përfshirë edhe Kosovën. Ky vendim është pjesë e një pakete masash të ndërmarra nga presidenti amerikan Donald Trump që synojnë mbrojtjen e prodhuesve vendas dhe uljen e deficitit tregtar. Zbatimi i tarifës ka nisur zyrtarisht më 2 prill, që nga ora 12:01 pas mesnate, në të gjitha portet detare, aeroportet dhe magazinat doganore në territorin amerikan. Kosova është një nga vendet që ndikohet drejt për drejt nga kjo mas, pasi një pjesë e konsiderueshme e eksportit të saj destinohet drejt tregut amerikan. Përfaqësues të odave ekonomike në Kosovë kanë ngritur shqetësimin se vendosja e kësaj tarife do të krijojë vështirësi për shumë kompani eksportuese, të cilat tashmë përballen me kosto të larta prodhimi dhe konkurrencë ndërkombëtare. Ata i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të marrë masa urgjente, përfshirë heqjen e tarifës 10% për mallat amerikane në shenjë reciprociteti dhe krijimin e një pakete mbështetëse për bizneset që preken nga ky vendim. Nga ana tjetër, administrata amerikane ka publikuar një listë me mbi 1000 produkte që janë përjashtuar nga tarifa e re, përfshirë naftën e papërpunuar, disa produkte të energjisë, medikamente të caktuara dhe produkte kritike për infrastrukturën. Megjithatë, shumica e produkteve industriale dhe bujqësore mbeten të përfshira në këtë tarif, çka ka sjellë shqetësim në tregjet globale të aksioneve dhe rritje të pasigurisë në raportet tregtare ndërkombëtare. Në këtë situatë të re ekonomike, mbetet për tu parë nëse do të ketë reagime të mëtejshme nga shtetet e prekura, përfshirë Kosovën, si dhe ndikimi afatgjat që këto masa do të kenë në marrëdhënie tregtare me SBA-n.